Rënja e flamurtarit në kategorinë e parë vjen nga keq menaxhimi. Sportdashësit të Vlonjat tregojnë se qyteti i Vlorës, por edhe ekipi legjendar i flamurtarit nuk e meritojnë as pak një gjë të tillë. Sipas tyre, flamurtari i dikurshëm, ai ekipi legjendar prej vitesh, është në nivelet më të ulta të futbollit, e kjo për faj të drejtuesve. Qytetarët thonë se Vlora prej vitesh nuk ka më një akademi vlonjate, e përpasoj nuk nxjerr më talente të rinj. Stafi drejtues sipas tyre blen vetëm lojtar të huaj, të cilët futen në fushë e nuk luajnë për fanellën. Tifozët vlonjat thonë se që ekipi të ri ngrihet është tepër e domosdoshme, por që kjo gjë të arrihet duhet revolucioni, i cili duhet fillojë nga koka. Më vjen shumë keq, por jemi realistë, lojtarët nuk luajnë siç duhet, shikojnë vetëm taram. Kështu e mendoj unë. Për mua të lojtarët, trajnerët ndërohen, po në fush los lojtari. Në fush los lojtari, pavarësisht drejtimit se lojtari i shef të gjitha gjërat. Menaxhimin unë punoj dhe jetoj në Itali, po kaq dhe ai sa shikoj nuk është siç duhet. Edhe nuk dëgjohen nga trajneri lojtarët. Nuk dëgjohen siç duhet. Ky është menaxhimi. Se duhet të dëgjosh trajnerin, duhet punë, duhet forcë. Vlora s'është për të ngritur. Pse? Se ata që e kishë me gjithë të murë, pasqyronin dhe plamonin e kush me gjithë gatë, ata s'janë më. Ata që janë kohës. Pia nuk madhet me mjellhua. Pse me mjellhua, çfarë ndodh? Se janë të gjithë uoj. Nuk nxjerr pidane vendi. Kodër të rinj, lojtarë të rinj. Po pse ndodh kjo? Nuk mbështeten lojtarët e Vlonjat? Lojtarët Vlonjat nuk mbështeten, pse ndodh kjo? Ata vjetrit? Jo, të rinj. Të rinj. Po të rinj. Çka? Po çfarë duhet bërë? Duhet investuar te akademia? Po, dhe ajo qëndron. Menaxhimin e klubit, si e shihni? Nuk më flas dot, po sikur s'më pëlqen. Pse s'të pëlqen? Çfarë nuk pëlqen se flamurtari u mbaj mend flamurtari në vite 53, 54. Po? Milto Mina, me gjithë vlanë, qartë të mund fenomene. Janë i papa, baba Shpaiku, baba që e ferto, se dhe Shpaiku. Kanë qenë me tërë më idhë. Gjerat Lupa, Petin Tarapi, Skënderi Prajmi, njëri pas tjetrit, që u thoshin gjithë edhe të folin të legjenda. Vetëm lojtarët e kanë fajin? Jo, drejtuesit e ekipit. Nuk e meriton të jetë, duhet të ishë në Super League. Kaq. Po pse? Pse ka ndodhur kjo gjë? Po pse s'do investime. Kështu funksionon kapitalizëm. Lojtarët e mirë blien dhe shiten. Është biznes. Ç'është biznesi? Megjithëse është investuar te lojtarët edhe te gjërat prapë sërish. Po është investuar shumë pak. Shumë pak. Mund të themi që ndikon edhe keq. S'ka talent, patjetër menaxhimi. Në çdo gjë në jetë, keq menaxhimi ndikon për keq. Kush është fajtor? Flamurtari në këtë gjendje. Kush është fajtor? Ai që menaxhon. Kush e menaxhon? Presidenti, menaxherët, nuk e di. Duhet të rikthehet në Super League, në kategorinë superiore. Duhet të kthehet patjetër. Krenaria e flamurtarit të viteve 80 duhet të kthehet patjetër. Me të murrësh dhe gjithë Shqipëria. Kategoria e parë ku ka më shumë para. Si? E kategoria e parë ku do më shumë. Jo, kategoria e parë, Prapadiellit me gjithë ata që udhëheqin. Pse? Se ka ai që ka bërë çamur, po bën 10 vjet. Gjithë në turk aty, e s'ka për të bërë, e s'ka për të avancuar, e s'ka për të patur sukses me atë trajner. Pse? Çfarë ndodh? Cili është problemi? Problemi, marrë lojtarët blerë nga ata, e ka një menaxher, ai në trajnerët një herë 3 muaj, një herë 2 muaj. Këto janë problemet e një ekipi. Vlora ka emër burr. Je i vogël, nuk e pa mend kur ka luajtur me Partizan e Beogradit, kur ka luajtur me Barcelonën. Edhe u kanë shkruar një poem, lodhi atje. Flamurtar të alum shakëmën, rrofë se na kënaqet bra. Sot a knajzëm? Kur të vish nga Beogradi, atëherë do dalë sapi.
Dhe po dëgjova se ke humbur dhe Varri ka për të tundur. Flamurtari ka qenë ekipi më i mirë. Po shiko Partizani edhe Dinamon që i grabisi lojtarët, i mirë nga gjithë. Sot kur, sot? Në grop. Kur sot? Do rikthehet? Absolutisht. Pse? Pse e ke unë shpresë? Që nga trajneri, ai pronari që e ka marrë, edhe që nga trajneri që i ndërron ashtu. Çfarë duhet ndodhë? Çfarë duhet ndodhë? Revolucion. Por e ka djemër, ka vlora futbollist. Nxjerr futbollist. Kush me jepet mundësi? Absolutisht. U ka patur nipin atje me të rinjtë e Flamurtarit. Se mori asnjë ditë atë Devi Bregun. E mori e mbati 3 muaj në stol atje dhe thosh pago para që të lodhën futboll, i kuaj pasaja nga Korça në Turqi me Dinamo në ishi 3-4 futbollistë që ishi kokra të mira të shtyra. Futbolli do një shtëpi që të ketë sukses e Prokopi, drejtim, do zot shtëpie, nuk do të pishti andeja e të thosh fëmijëve që bëni kështu si themu. Jo, më kanë. Fatkeqësi për Vlorën. Një skuadër që ka predominuar në kohë është marrë si shembull i mirë e pozitiv edhe në Shqipëri dhe në Ballkan ka ta ndiset aty. Sepse tërë lojtarët vlonjat kanë ikur jashtë, këtu janë gjithë huaj. Edhe trajnimi tyre. Merë trajner me vënd e pa vënd, me njerëz të ditur dhe të pa ditur. Edhe ky është rezultati i qep. Tani një gjë ka, ankimet e shumta na punojësit e klubit janë që jo mirë janë marrëdhëniet me federatën. Oho, që më bërë, unë Flamurtarin e kam vjekur 163. E desh më lajnë frakta ditë. Qa si është, menaxhimi dobët, duhet thëmë pa. Menaxhimi dobët u blonë sa lojtar pa patent, pa një CV, pa një kështu, ku të mëse nga i jetën ata në fillim? Nuk di. Aty nga pragu i stadiume do të jetë në një magji. Do në kam bërë në një magji të zesne, se. Po ne që në kalorën e mi folë detutje s'na do më njëri, ne si vlonjatë. S'na do një, se nuk ka një shpjegim që gjithë jugut jetë në kategorinë e dytë. Që në Rogozhinë e lartë janë në kategorinë e parë dhe janë përluat futbolin në për provinca. Atje ku ka qenë që futbolit i çdo toni në Vlorë, në Gjirokastre, në Berate, në këto, në Fiere. Unë se mbaj mend. Unë jam 70 vjeç. Çfarë duhet bërë aty, duhet ullur pleqërisht, duhet ullur me jongullëm, të diskutohet mirë dhe mos ta diskutojnë ata që janë aty, po të thresin dhe mendjet tjera. Se ata që janë aty kanë shteruar ato punë. Na ka në qotërorin, që na drejtusët, që drejtojnë Flamurtarin, po dhe ekipi, s'ka në gjak. Se drejtusët? Po dhe drejtusët, si njerë u japin lekën, njerë s'u japin lekën, të punë, mendojnë. Po lojtarët çfarë bëjnë lojtarët? Qa do bëjnë lojtarët është? Do në të hanë ata. Po nuk këngërën, po nuk patën fuxhut, do njapë se ka humbur Vlora për futbolista, asë njerë. Vetëm një vit zgjati qëndrimi Flamurtarit në kategorinë superiore, ndërsa vitin tjetër ekipi Vlonjatu do të luajë në kategorinë e parë. Këtë vit Vlonjatu u renditën në vendin e fundit në kategorinë superiore.